Sot, shumica prej nesh janë gjithmonë online, me telefonat, me rrjetet sociale, me aplikacionet e ndryshme, por gjithashtu dhe me shërbimet që përdorim. Po jetojmë në kohën e epokës digjitale. Por sa ruhen dhe sa të sigurta janë të dhënat e tona, kur ne përdorim internetin dhe gjithashtu kur shpërndajmë nga jeta jonë private, për shembull vendodhje, mendime, apo fotografi të ndryshme, destinacione përkatëse e gjithçka. Sa të sigurt jemi ne? Ne krijojmë ato që quhet hije të lënave, pra lënë gjurmë të privatësisë tonë. Por këto të dhëna mund të merren, mund të përpunohen pa dijenin tonë. Për më tepër kur I japim shërbimeve online leje për të përdorur informacionin ton, shpesh ne humbasim kontrollin mbi këto të dhëna. Ato mund të shiten ndaj nëpër kompani të tjera, për reklama apo analiza pa miratimin ton. Kjo ndërlidhje e vazhdueshme në internet na ekspozon ndaj riskut të humbjes së privatësisë sonë, humbje të dhënave ose përdorimit të tyre për zgjedhje që ne nuk I kemi vendosur vetë. Por në fakt kur ne ndajmë gjithçka në rrjetet sociale, nuk ndajmë vetëm momentet e bukura, por janë dhe ato momente që ne na bëjnë unik, të veçantë, pa I ditur gjithmonë se kush I përdor dhe për çfarë. Dhe ndoshta pikërisht ky është çmimi që ne po paguajmë për një jetë të ndarë.